nga përvoja me njerëz kam pa 3 kategori njerëzish se si sillen me ty. Kategoria e parë janë ata të mençurit edhe të sinqert. Domethënë edhe i mençur edhe i sinqert. Kjo është kategoria më e mirë e mundshme. Më e mirë e mundshme, me të cilën ki me pas punë ti. Domethënë ata edhe janë të mençur edhe flasin me vend, flasin kur duhet me fol, heshtin kur duhet me fol, janë sinqert, nuk bëjnë dallavere, nuk mashtrojnë, nuk gënjejnë, nuk paragjykojnë, nuk nënçmojnë etj. Kategoria e dytë janë ata që janë të sinqert, por nuk janë në nivel të duhur të mençurisë. Ata i sheh se kur nuk bëjnë prinati sanet, por për arsye se mungon pak aftësia atyne, mundën me gabu kërshiteje pa qëllim, mundën me thonë një fjalë që o këndash mos me e thonë, por këta janë sinqert. Këta nuk din me të bo hile, nuk din me të bo dallavere. Këtë kategori rune, aman rune. Mos e shtini dhe më dhonë kategorinë e tretë. Cëla është ajo? Tash për përmendi. Janë njerëzit e mençur, ama që janë gjarpën, që janë të pasinqert, që janë plot hile. Thot populli, kjo kategori njerëzve, ta fut ujin nën kom, ti veç kur ta she rëzu, pa marrë vesh. Të dytën, të sinqerti që ndodhë që gabojnë, mos e shtinin këtë kategori, mos u sillnin njëjtë me. Pa i sinqerti, sa do që mundet me gabu, ajo është i sinqert. Qajtë Zoti e ka dhonë ati, a i s'di ma shumë. Prandaj, për hatër të sinceritetit, keni kujdes me këtë kategori. Të parë nuk po e diskutoj, edhe i mençur edhe i sinqert. Ata janë kulmi i mirësive. Ama këtë dytën të sinqertit, aman, mos i shtini me një thes me kategorinë e tretë. Pra i treti është ai që është dhelparak, është gjarpën, është shumë i mençëm, shumë i Zoti, por nuk e i sinqert. Ky din me fjalë, me ta nreq muhabetin, dit me livdu, me ta rrej shpinën, me ta limu kokën, krejt din mi bo, por kur vjen puna për interesat veta, këtë kallë. Ruajini kësaj kategorie. Këta janë hynë kategorinë e munafikëve, për cilë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tregë vrejtjen. Allah na përmirësoft.